Me këtë shpërfillje ka të hapun ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Edhe ju si media, edhe krejt qytetarë të Kosovës sot u bën dëshmitar të faktit që partia që ka dole para, edhe ish pushteti, e uzurpun një drejt kushtetuse që a jep përmes deputetit më të vjetër për me siguru mbarvajtjen e seancës, por me bo diçka tjetër. Me uzurpu këtë drejt për me pengu rrjedhën e seancës. Unë mund t'ju them që këta sot vje kesh mënyrë të organizume kanë orë tu me pengu seancën. Ja ku i keni skenarin. Skenari ka qenë i qartë. Skenari dhe vetmja punë që ka posë sot kryesuesi i seancës është me ardhë dhe me dhonë të nderuar, konstatoj so janë pranishëm dhe vazhdoj me punimet me hudhë në votim që të njëro edhe një mikrofon, s'po i vendos një mirë. Dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra, sot ka pasur uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hudhet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues i seancës për me arrit qëllime partijake politike, e cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e Kuvendit Kosovës, mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng nga fatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë në pozicione ekzekutive dhe legislative në të njëjtën kohë, por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq të hapun ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet për keqardhje, por sot pati një shpërfaqje krejtësisht të qartë të një faktit pamohueshëm. Këta nuk kanë shumicë parlamentare dhe me qenë se nuk kanë, po dëshirojnë me ble kohë. Me ble dhe 48 orë kohë për me bo pazaret politike të cilat, unë për ju them, edhe mas 2 ditë do t'i kenë në nivelin e njëjtë, nuk do t'kenë shumë.